Shiu i rrëmbyeshëm dhe mjegull ambuluan qiellin e Virginias pak ditë më parë, ndërsa një Embraer 145 me 50 pasagjerë dhe 3 anëtar të ekuipazhit po afrohej për ulje, por diçka shkoi keq. Fluturimi 4339 i United Airlines, që mbërriti nga Washingtoni gati 3 orë më vonë, ul shumë përpara kur mbërriti në aeroportin rajonal Roanoke Blackburn rreth orës 22. Aeroplani përplas në sistemin EMAS dhe pasagjerët arritën të zbrisnin në mënyrë të sigurt, tha eksperti i aviacionit Richard Levy. Por piloti kishte një ëngjëll mbrojtës të veçantë. Aeroplani u ndalua në mënyrë të sigurt në fund të pistës nga një sistem sigurie i bërë nga materiale të projektuara posaçërisht për këto situata. Një zonë sigurie e bërë nga bloqe betoni qelizore, projektuar për të ngadalësuar dhe ndaluar një avion që kalon pistën, funksiononte në mënyrë perfekte. Zona ishte modernizuar vetëm vitin e kaluar, tha zëdhënësja e aeroportit Alexa Briel. Sistemi i sigurisë EMAS përbëhet nga beton special në të cilin zhytet ingranazhi i uljes së avionit dhe ngadalësohet papritur, ngjashëm me mënyrën se si frenohet në beton të lagësht. Dhomat e specializuara të Kosovës kanë publikuar pamje nga ambientet e qendrës së paraburgimit në Hag, ku mbahen të paraburgosurit ish krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës para dhe gjatë proceseve gjyqësore. Në pamjet e publikuara shfaqen hapësirat që përdoren nga të paraburgosurit, nga të paraburgosurit në përditshmërinë e tyre, përfshirë palestrën e fitnessit, ambientet e qëndrimit ditor ku ata mund të socializohen me njëri tjetrin, si dhe dhomat e dedikuara për takime me familjarë dhe vizitorë. Sipas njoftimit zyrtar, personat që ndodhen në paraburgim në kuadër të proceseve gjyqësore të dhomave të specializuara mbahen në qendrën e paraburgimit në Hag dhe kanë qasje në kushte të caktuara për aktivitetet e përditshme. Të pandehurit që janë të paraburgosur para ose gjatë gjyqit të tyre në dhomat e specializuara të Kosovës mbahen në qendrën e paraburgimit në Hag. Atje ata kanë qasje në ajër të pastër dhe ushtrime, mund të shoqërohen, të presin vizitorë dhe të marrin pjesë në shërbesa fetare, thuhet në njoftim. Institucioni ka bërë të ditur gjithashtu se paraburgimi aplikohet vetëm në raste kur konsiderohet i domosdoshëm dhe kur ekziston rreziku i konsiderueshëm që i pandehuri mund të ndikojë në procesin gjyqësor. Në njoftim, theksohet se masa e paraburgimit vendoset për të parandaluar situata të mundshme, si friksimi i dëshmitarëve apo ndikimi ndaj tyre. Paraburgimi para ose gjatë një gjyqi bëhet vetëm kur është e nevojshme për të parandaluar një rrezik të konsiderueshëm. Për shembull, rreziku që i pandehurit të përpiqet të friksojë ose të ndikojë në dëshmitar, vijon deklarata. Po ashtu, dhomat e specializuara kanë sqaruar se statusi i paraburgimit rishikohet rregullisht nga gjyqtarët kompetent. Çdo 2 muaj, gjyqtarët e gjyqit të specializuar të Kosovës do të rishikojnë paraburgimin për të shqyrtuar nëse paraburgimi është ende i nevojshëm dhe i arsyeshëm, thuhet në përfundim të njoftimit.